Faleminderit. Mundëm? Faleminderit. Duhet të tregoj vetëm për të kuptuar diferencën e madhe të trajtimit të standardeve mjedisore dhe ndjeshmërinë që kanë qeverit për standarde mjedisore, më lejoni të kujtoj vetëm një rast. Bëj fjalë për bypassin e Fierit, i cili u zbulua që nëse do zbatohej sipas projektit origjinal, do të prekte shpendët në Nart, Pelikanin Kaçurel, Karabullakun e Zi. U vonua nga qeveria Berisha 1 vit e gjysmë zbatimi i këtij projekti, vetëm e vetëm që të mos preke Narta. U ndërtuan 2 ishuj me kostot projektit që të nidifikonte Pelikani Kaçurel atje. Ky është standardi evropian i kësaj qeverie, qeverisë tonë. U vonua vepra. E rëndësishme është që u shpëtua mjedisi. Për gjithë ata që janë dashnor të mjedisit, dhe për fat mirë fuz vetën dhe në këtë kategori, një gjë duhet kujtoni. Dëmi që i ka bërë aeroporti Vlorës, Nartës dhe gjithë ekosistemit është i pakrahasueshëm. Është një dëm i cili do rëndoj gjatë mbi Nartën. Vetëm për arsye babzie, vetëm për arsye hajdutrie, u bë ajo gjë. E keni ndorë ta ktheni. Jo aeroportin, se aeroporti u betonizua, u kuptua dhe se si po shkon. Po keni ndorë të ktheni ligjin për investime strategjike. Si është coptuar jugu, si është bërë Bregdeti jugut, e keni parë ndonjëherë se kundërtohet, i betonizuar i të ri. I betonizuar, i shkatruar, dil nga deti të kuptosh, është bërë si hoje blete, i betonizuar i të ri. Kush e bëri këtë? Ne në opozit apo ju? Keni ndorë të tërhiqni të gjitha ndryshimet e kërkuara nga Parlamenti Evropian për ligjin për zonat e mbrojtura. E keni ndorë, bëjeni, keni amendimet e zonjës tu. Bëjeni, tregoni që nuk keni ata që qëndronin mbrapa këtyre gjërave. E keni ndorë. Ju e keni votuar, ju mund ta ktheni dëmin mbrapsht. Keni ndorë, mos betonizoni Llamanin. Keni ndorë, mos betonizoni Farkën. Keni ndorë, mos betonizoni Tiranën. Se flasim këtu për Nartën, po harroni që gjithë Shqipëria betonizohet. Nga veriu deri në jug, është shkatruar Shqipëria nga betonizimi. Se s'kemi ku i çojmë lekët e parave të pistra. O do t'i betonizojmë gjithçka që kemi, o s'ka. Kjo është jeta. Jeta është bërë e padurueshme për ne në Tiranë dhe për ata në jug. E flisim pastaj për turizëm, flisim për mjedis, flisim për standarde, dhe s'keni ç'bëni, dhe gjithë ata që dalin që protestojnë atje, i bëni grek, i bëni serb, i bëni till, i bëni atill. Keni ndorë, tregoheni me veprimet tuaja që jeni kundër kësaj çmendurie dhe babzie. Zoti Balliu, për replikë. Nderuar drejtuese e seancës, replika jepet me njerë se çfarë ndodh, se këtu këta nuk rrin gjatë, këta ikin dhe janë bathin. Se ky është problemi në këtë seancë, që t'i kthenim përgjigje zotris, i cili na akuzon ne për dështimet e veta, për dështimet e kësaj qeverie. Ati zotris atje, ne duhet t'i bëjmë disa pyetje. Këtë operacion, kush e ka drejtuar që çohen shqiponjat për raste kaq të rrezikshme? Këtë operacion atje, kush e ka urdhëruar kur për çështje kaq problematike çohen forcat speciale, ndërkohë ky çon shqiponjat, miqës ka çuar policinë rrugore? Për cilën arsye? Dhe këta që na e kanë merak efektivët e policisë, e kuptoni që efektivët e policisë po japin jetën për 600-700.000 lekë muj që ja u jepni ju? Pse nuk flisni për këto? Sa herë kemi gritur këtë seancë? E kuptoni se për çfarë po sakrifikojnë jetën njerëzit? E kuptoni me çfarë po përballen njerëzit? Dhe për çfarë po vdes sot policia e shtetit në për aksionet? Për çfarë? Sepse bëjnë pazare ministrat, qeveria me kartelet e drogës. Dhe ndërkohë që ju bëni pazare, efektiv ndershëm policisë po japin jetën përballje me drogën. Dhe vjen këtu dhe na bën dhe moral. Dhe nuk qëndron se duhet iki, se nuk përballet dot me të vërtetën. Se lexon atje çai shkruan ai, dhe kur nuk di ta lexoj i thot, "Dit për jashtë se as nuk di të lexosh." Atëherë, zoti Kliçi për replikë dhe i fundit zoti Spahia për procedurë. Shiko, edhe një herë t'ju sqaroj, ju lutem, uluni.
Mirë, një minut, zoti Strazimiri. Nuk jam i paqartë. Jo, të sqaroj unë, vetëm uluni dhe të flasim normalisht me njëri tjetrin. Zoti Vëngu, zoti, ju lutem, doni të bëjmë një bilanc sa kanë folur këtej dhe sa kanë folur ande. Atëre, zoti